Atëherë, rikthehemi në studio tashmë kemi trajnerin, do të më thon tash trajnerin, Nasof Berisha me neve. Nasof, faleminderit shumë që je sonte me neve. Mirë se u gjet, faleminderit për kohën edhe juve që keni gjetë për më. A problem tash mu adaptu me këtë termin për futbollistit me thon trajner? Po. A duket vetja pak më i vjetër? Pak më i vjetër, po nashta edhe pak më ka ndihmu që kam qenë më herët edhe në shkollë të futbollit të Kosovës, kam qenë trajner të gjeneratat e reja, kam qenë edhe te Una në Majçat. Në fushë Kosovës, besoj që e kam pak më lehtë. Në futbollin modern, Nasof, e shohim që tashmë kësi futbollist si puna juaj që shndrojnë komplet karrierën me një skuadër është problem e gjetë. Është çështja financa, është gjithçka tjetër, nuk rrinë më futbollistat gjatë. Pse vendosëm me najt vetëm te një skuadër si Fushë Kosova? Në karrierën si futbollist kam filluar te Fushë Kosova në vitin 2006. Edhe mu ka do këtë ju shumë arsyeshme, po ka njerë edhe rrethana të imponuën nashta me qenë në një skuadër. Kom pas oferta ndryshme që ku mujtë mu largu, po jam nisi në shpëtam të Fushë Kosova dhe për qatë arsye edhe nashta si më largu. Po tash edhe në fund sezonës, për shembull vitit kaluar, kom pas edhe oferta mu largu, po e kom pasi gati veç që e kam përfundim karrierën, s'kom desh me lëviz, për çfarë arsye kom nejt edhe të Fushë Kosova. A është e vështirë me nejt të një skuadër 20 vjet? Po është e vështirë, po se ka shumë sfida, besoj. Normal, sfidat janë sidomos në futbollin e Kosovës, jemi me gjithë rrethonat, mujna me pas shumë telashe, financimin e buxhetin për shembull të klubit, prurja e lojtarëve të ri, gjithçka rreth klubit që mundet me ndodh, po nuk ka edhe vështirë nëse ti e don çat skuadër për me nejt ose diçka tjetër. Kur e mendon karrierën për këtyre 20 vjetëve, po sfidoj pak, cili ka qenë për ty momenti më i vështirë me skuadrën e Fushë Kosovës këtë periudhë 20 vjeçare sa ka qenë si futbollist? Momenti më i vështirë u kon kur janë arrope Ligës Sport në Ligën e 2 të Kosovës. Po momente kom pas edhe të mira që nuk i harroj gjatë jetës tan, kur kom arrit për shembull Fushë Kosovën në bashkëresh me bashkëlojtarë tjerë që kanë qenë pjesë e ekipit. Pe Ligës 2 kanë arrit me një Ligë Parë, edhe pe Ligës Parë kanë arrit me një Super Ligë. Këto e kom përjetuar unë, besoj që na shton të ardhmen mundet me përjetu dikush për futbollistëve që 2 herë në ligë. Po. Edhe njëkohësisht edhe janë arrope Super Ligës. Në vitin 2023. Qysh kanë qenë për ty dy inkuadrimet në Super League me Fushë Kosovën, pasi ja ke dediku karrierën këtij ekipi? Sigurisht gëzimi është jashtëzakonshëm. Gëzimi është jashtëzakonshëm, tash në vitin, mos gaboj, vitin 2011-2012 kam qenë ndër lojtarët më të ri, kur u kon trajner Zefti Obertinca. Edhe kom qenë për juniorëve, atë ka pas lojtarë shumë njohur si më herët që kanë qenë në Fushë Kosovë. Kena i për Ligës Sport Super League, tani apet një sezon të uje në ara me Iran, ka pas ndryshime mës menaxhem i financave sane, s'ka pas tarë në klubi, për atë arsye janë ra. Tani normal edhe vitin 2023 që e potenciova më herët me trajnerin Burim Shala, të cilën jena hi në Super League. Me Burimin edhe ke lujt? Po, edhe trajner? Po, njëkësisht ma herët këna lujt. Ma herët këni lujt, tani ai u kon kapitani e ekipës, mas 2 vjetë e ka lanë, u hi trajner, tani këna bashkëpunu dhe më thonë si trajner, lejtar edhe kapitani e ekipës. 2023 e keni pas shumë interesant dorën zamër. Po. Jeni kon ka problematik më poshtë në Fushë Kosovë. Sidomos në Ekrem Grajçevci, që u ka me bari natyral fusha, të gjitha ekipet pothuajse ne kanë pas frikën të vinë të luajnë te na, për arsye që u kanë stadioni, ambienti, u kanë çasësoje se s'kan mujt me nxjerr pikë lehtë. Bile qatë sezoni keni bo probleme dhe ekipet e Kreut, si Ballkani edhe Drita? Në atë vetë kur jena hinë Super League, që kena lujtë, si vendas kena lujtë në Ulpian, stadionin e Ulpianës. Super League e kena pas një seri shumë mirë, pej 6 lojë më zgabosha 7, dikon s'kena humë pas një ndeshje. Njëkohësisht i kena mujtë për shembull çështësh në zonë Drita dhe Ballkani që janë larg mas skuadra më të mira në Kosovë, në Superligën e Kosovës. Kena në poshtë,
jem konë pjesë e ekipës, normal kapitani e ekipës Fushë Kosovës. Është një gjendje e veçantë edhe është një motiv shtesë kur të lush me krejun e tabelës për me mposhtë. Po, çka e bën të veçantë, vitin 2023 është fakti që ti jo realisht e ke mendu ma herët opsionin e dytë. Ke fillu me ndjek kurset edhe licencat për trajner. Kogja ma herët. Po 2023 ku dashta me dalë është te grup mosha U19 shafë që e ke udhëheq njëjtën kohë. Unë atë 2023 kur jena fund Super League me ekipën e parë, domethënë që jam konë të luajt si lojtar atë. Një kësësh jam konë edhe trajneri jam rrunë të U19, ku atë kom arrit edhe ata tifus në Super League. O konë njëjtën kohë, domethënë që i vetë të konë që jena i edhe me ekipë parë në Super League, edhe me U19. O konë një ndjenë, më thonë, 2 herë veçantë për mu. Ama, te U19 ka qenë një detaj interesant se kur e ke përmend objektivin për më inkuadru në Super League, ekipi nëse s'gaboj ka qenë pozitën e 10. Edhe nuk është që të kam besu fort njerëzit kur e ke përmend Super League-ën. Kena pas gjysmë sinorin e parë një ngecje me thonë rezultate, po është jena konë vend 9-10, më s'gabofsha që të sakt e di që të konë, edhe sezonën e parë kena pas rezultate dëptën, sezonën e dytë kena servit mirë, edhe po thuje 90% nuk kam besu as vetë lejtar që jenë kam mrena në skadër, po për lojës lojt të mundu me avrit motivin, e kam pas që mujna me arrit edhe kena arrit me një Super League për mes venit tret, ku lojën e fundit e kena pas mrena, kena fitu 4-3 kundër Podijevës. Edhe aty ka qenë përcaktuar se kush fiton në inkuadrohet. Po, u kanë lojë e fundit, u kanë si finale, të cilat fiton, kena pas më fut në Super League, ku arritëm, domethënë, na mrena u kanë, që thash më herët, natyral fusha, u kanë ka gjasi një farë fushë San Mames, ja u bësha kur vinë ekipet mrena këto me lojtë. S'ka me marrë pikë. Problem u kanë me marrë pikë. Kur e kupton një futbollist që ka arrit tek fundi i karrierës? Unë besoj që pak më herët nashta e kom kry karrierën e futbollistit, po njëkohësisht futbollistit që atë dikon 27-8 vjet veç pjeket a mën si lejtar shtë dhe den sakt çka ma tutje, a mënet me mri dikon ma lart apo nuk mënet me mri. Edhe mu për shembull kum pas nevojë që e thema herët kurset e licenca, unë e kum fillu vitin e dikon si trajner, kum fillu me gjenerata 3-ja, është bashkë me Astreta Jetin kum fillu, te grup mosha U19, u kon viti 2015-2016, ato kum punu dikon një vjet e gjys, mas asaj na u patën hap kurset për licenca këtu në Kosovë, Federata e futbollit i patop me do trajnera gjerman që në kanë Mikaeli Hursi, i kum kry licencën C me trajnera gjerman, tani mas ces me ranë thyje s'ka vazhdu as 2 vjet, kum hi me ranë me marrë licencën B, edhe dhe pata kry edhe licencën B, tani ma një 3 vjet sa e s'ka dënë, mas 3 vjet më ka dalë s'ka dimi licencës, e kum vazhdu apet, do thuje vitin e kalun veç e kum vazhdu, edhe tash e kam hazë licencën për ekipën e parë që e kum marrë të Kosovës. Perfekt. Po du më dalë pak edhe një element e karriera. Sa është e vështirë momenti kur për një futbollist aktiv kur ndal janë, kur thot tashmë pensionimi. Se ndryshon komplet. Më për vete me të kaldu drejten kur... Ati e ke para përgatit vetën? Jo nuk e kum përgatit shumë, po paka shumë nështë ta më kanë ndihmuar pjesa që jam konë trajner që kum... Te grup moshat. Te grup moshat. Edhe me të thonë drejten nuk është që e kom planifiku që kom e lanë këtë vetë futbollin aktiv. Edhe kum pas për shembull pe kryesis klubit më kanë thonë mënesh me vazhdu edhe si trajner e si lejtar, po nësë kum desh me vazhdu në atë mënyrë për shkak që ndryshe është trajner lejtar, mënesh mos me pas respekt ndaj trajnerin qëfëse veç të jo me ta. Për qatë arsye s'kum vazhdu më konë trajner lejtar, kum vazhdu veç si trajner, edhe u konë përgjithësi ka gjemë madhe për me marrë një klub qytetit të Kosovës për më dhej si trajner.
Po normal që na jena në Ligë 2 dhe këtë sezon e kena ambicie veç e kena siguru për me mbet në Ligën e 2. Tani në maj normal që duhet me bëhet transfere sana për më inkuadru në Ligën e parë ato ku e ka vënën se në Fushë Kosova nuk njihet për Ligë 2. Sa ka emocionuar për ty momenti kur ajo Kordoni edhe kur ta dorëzon fanellën, një farë lloj zyrtarizimi kësaj. Veç harrova me potencu. Është tash më herët për mua s'është që e kam përgatitur shumë veten për me ndalu futbollin. Po mu do ke pak vetja serveça ekipën ndër, mu do ke vetja pak si ëndër në të drejtën. Po erë momente për shembull Konidoni që ma bën në lejtart, ato ke emocionuese edhe normal që pak latë e në farë karriere që e kom pas. Gjatë 20 vjet është këgja gjatë me lujt. Dhe ato përfundoj gjithçka e poshtë që është, po një kose 7 ditë kur lujtëm me Dardaninë e Qyshkit 5. A ditë ka qenë edhe debutimi jot si trajner? Po, debutimi jam si trajner dhe u konë një ndjenjë e veçantë që arritëm të fitojmë ndeshjen. 3-2 rezultati, ja? Po, rezultati 3-2. Ishte një ndeshje e mirë shumë për sy, po normal edhe ka pas golla se ona mysafirë vendasme. Po edhe ndeshjen e dytë keni pas spektakël. Me një ndeshje por adhurues futbollit 8 gola me një ndeshje është. Besoj se futbolli luhet për golla. Absolutisht. Do të më dhanë golla, po normal që trajnerat gjithë mundohen mos më marr golla. Po ndeshja dytë ke me Rilindjen? Me Rilindjen. Ke 4-4. Prishtinës 4-4, u koni ndeshje shumë e mirë si pe anës musafirëve dhe anës tonë. Ka qenë ndeshje e mirë e fortë, e luftuar në dy anët. Po ashtu për shembull te pjesa e gollave si tha Sane, të hënë pak është e vështirë këto 3 muaj për shembull te ekipa. Besoj që edhe me kalimin e kohës kanë mund përmirësu shumë. Është mosha mesatare me thonë 22-3 vjet s'ka më shumë në ekip. Janë këtë vite 2005, 2006, 2004. Një është më i vjetër që është kapiten e ekipës është 95. Edhe një. Po janë futbollist që te i një edhe pe grup moshave. Jam që i një pe grup moshave, për shembull është që kum luajt me të bashk. Edhe një është 97, tjerët janë përmi 2000-sha. Nuk ka asnjë që është më i vjetër. Po. Kështu si shembull në arenën ndërkombëtare, a ka ndonjë trajner që e ki si shembull që merr ndoshta leksione prej tij në Sofë? Nuk është që e kam dikan se dallë ose leksione për diçka, po mundona që ato që e di edhe normal me lexu literaturë, me shfaq, me pa potencialin e shumë saneve futbollit, rreth futbollit, rreth të gjithë trajnerëve, dhe se cili trajner mundesh me që thonë me vjedh diçka absolutisht që e ka. Edhe për fund Nasof, a është më vështirë futbollist, a është më vështirë trajner? Më vështirë është trajner. Pse? Përgjigja shumë shpejt, për arsye se kur ti je lejthar, e ndjen fanelen, për shembull unë jam kam edhe kapiten, kur ti është mbrana fushës, për çato mundesh mos fry me lujt, me bëj çfarë dush, që shtojnë atë aspektin e futbollit. Po. Mos fry, a si trajner normal që emocionet, adrenalina është pak më ndryshe, i ki 12 lejtar që luajnë standard, dësh me kon për secilën me këqyr detalet, mos me ti kurrë si për pjesës kundërshtare, si për pjesës të ekipit tan. Do të më mundu me gjetë balans. Me gjetë balans, më duhet me jek gabimet më të mëdha që janë në futboll. Unë të falenderoj shumë për kohën, faleminderit që ke prezant sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dugazhinit. Ke fantastike me dëgju historinë tënde. Edhe nikosisht urojmë shumë sukses në aventurën e re. Uroj që të shohim lart e më lart. Faleminderit edhe për ftesën, besoj që kena më parë edhe tjera. Absolutisht po. Faleminderit shumë.